Fundjavën e kaluar në qytetin e Prishtinës organizoa turneu i tenisit Grande Kids. Në këtë turnej morën pjesë shumë teniserë nga gjithë Kosova, ku në mesin e tyre ishin edhe teniserët nga klubi i tenisit Hot Shot nga Gjakova, të cilët arritën të tregueshin shumë të suksesshëm në kuadër të këtij turneu. Trajneri i klubit të tenisit Hot Shot, Art Baruti, foli më shumë për pjesëmarrjen e tyre në këtë turnej, duke potencuar që dominimi i klubit të tyre ka vazhduar edhe në këtë garë. Në vikend morëm pjesë në turneun e radhës Grande Kids që u zhvillu në Prishtinë për mosha deri 11 vjeç. Dominimi i klubit tonë vazhdoi edhe në këtë garë, pasi që morëm pjesë me 4 garues në 4 kategori të ndryshme dhe i fituam të gjitha. Kaan Baruti u shpall kampion në grupmoshën deri 10 vjeç, po ashtu edhe Oleja Gjoka në grupmoshën deri 10 vjeç. Kurse te grupmosha deri në 11 vjeç shpallën kampion Diora Gjoka dhe Joni Hima. Me këto fitore, klubi jonë vazhdoi edhe këtë vit suksesshëm duke arrit 17 vendet para në Kosovë dhe në rajon gjatë këtij viti. Kampionët e kësaj gare Joni Hima dhe Diora Gjoka, të cilët u shpallën kampion në kategorinë deri në 11 vjeç, thanë që janë të kënaqur me çmimet që kanë fituar. Jam shumë i kënaqur me këtë çmim dhe ka qenë konkurrenca e fortë, por kam arritur ta bëj dhe kam arritur ta zë vendin e parë. Gara ishte Grand Kids që u zhvillu në Prishtinë, aty mora vendin e parë ku arrita të mundja konkurrentet që kisha të forta, po ashtu ishte një ndjesi shumë e mirë për mua që fitova vendin e parë. Ndërsa klubi Hot Shot në këtë garë arriti të fitojë edhe 2 çmimet e para në kategorinë deri në 10 vjeç, me teniserët Oleja Gjoka dhe Kaan Baruti. Unë e kam marrë garën e Prishtinë, e kam marrë vendin e parë. Ka qenë një garë e vështirë, ka pas konkurrencë të fortë, por unë ja kam dalë. Unë jam kënaqur shumë që kam fituar vendin e parë dhe shpresoj që do të fitoj gara tjera. Tutje bëhet e ditur që deri më tani klubi i tenisit Hot Shot nga Gjakova kanë arritur të shpallen 17 herë kampion në garat vendore dhe rajonale, duke shënuar kështu suksese të vazhdueshme në këtë sport.